Hello, mirëmëngjesi. Momentalisht jam duke bë gati telefonin për një intervistë që do jetë te kanali A2 CNN, edhe kur ta shikoni ju videon, besoj që intervista do jetë live në profilet e tyne, kështu që mund shkoni ta shikoni. Tani po pres me më nis linkun edhe me hy live. Okej, ja ku jemi. Se di pse po kam pak anks. Do shaka që ka ca kohë që s'kam bërë intervista. Edhe nuk dallohet, sepse para do me dal Sky. Atëherë sot unë kisha intervistën te kanali A2 CNN. Besoj të dali pastaj në YouTube, ndoshta se orari ishte pak i papërshtatshëm, domethënë jo i papërshtatshëm, po ora 9, njerëzit ndoshta janë në shkollë, janë punë, kështu nuk mund ta ndjekin. Por Cindy ka ndjek intervistën time, edhe çfarë mendimi kishe? Atëherë çfarë them? Pyetjet? A fola Dieshin, pyetjet dieshin, me thënë unë atëherë kur kam folë me to me radha dakord, nuk më kanë thënë se ç'a pyetje do bënin. Ama e hamendesova sigurisht se do dilnin pyetje për sa i përket ish partnerit tim, sepse unë me atë kam nisur rrugtimin e rrjeteve sociale. Edhe kështu që e dija se do vinin ato pyetje, po mirë, i kanë bërë ato pyetje, si u përgjigja? Shumë mirë u përgjigje, nuk është se kishte ndonjë gjë për të thënë ndryshe nga ato që mendonim edhe ne. Po. Alla fine E nuk është se fola negativisht, domethënë më duk sikur majta një qëndrim tamam pozitiv, ashtu siç është, se unë kam thënë edhe herë tjera, nuk është se kam ndonjë problem. Edhe jemi në rregull, besoj se nuk fola duke pas ndoshta ndonjë mungesë respekti, kështu që jemi në rregull. I lexova titrat sepse më nisi Cindy, atë se unë duke qenë se në ekran shikoja vetëm veten edhe atë djalin dhe atë vajzën Ray dhe Adelina që më intervistuan, nuk i lexoja titrat. Por titrat shkruanin në Itali pranë mamas, po më forcë të kur. E Reja tregon se si çdo fund mund të kthehet në forcë. Nga vitet e dashurisë te rruga drejt vetes, si Tubeja rikthen buzëqeshje. Kur i lexova qesha pak, sepse më duken pak kështu titra drama queen, por ka sens. Arsena Prenga fillon kapitullin e ri me guxim dhe pasion. Ka sens, sepse normal janë titra që mund të tërheqin vëmendjen, edhe ashtu duhet, se edhe unë YouTube kur i bëj videot nganjëherë përdori pak clickbait kështu kur shkruaj titrat se titujt, se duhet me tërheq pak vëmendjen. Nejse, kjo ishte për sa i përket intervistës, pastaj ne tani do ham drek, Cindy do na qirasi me një drek shumë të mirë. Do na qirasi me një drek, se çfarë do na bëjë, se di, edhe pastaj do dalim pilaf. Pilaf do na bëjë pilaf. E pastaj do dalim në këtë drek fantastike. Është pak ftohtë, me thënë nuk është ftohtë, po isha në divan tu pa filmin edhe kështu që kur qohesh pastaj sigur është ftohtë. Kemi grosh, edhe i kam thënë që më pëlqen më shumë kokër se salam. Kemi sallat, rrugora e grana. Kemi sallam, që Cindy është mundu me e presa më holl. Edhe turshi, patlıgjani. Edhe super. Edhe një gojë praktike. Se mundësisht. pastaj unë patlıgjani as nuk e kam qef, po këto turshit ishte mirë. Kam ca kohë që zvi. Po presim Janicën, ja ku e ka parkimin. Po e gjeti. Let's wait. Ja ku erdhi Janica, edhe venin ja kemi rujt. Se desht ky me ja vjedh, po t'ne salam ty. I'm sorry. Dove va? Cutie. Perché sei vestita da nonna? Perché è di sua nonna? Era. Cindy Janisi direkt me Vabbè, ti sta bene il viola, po i però. thot, pse je vesh si gjyshe? Por është cute. Sì, è cute. Poi è di sua nonna che è shkon morta. gjyra. Porta un po' abbi un po' di cuore, di tatto. Arsyeja pse jam te IKEA, nuk e di nëse e thash më përpara, është mas shumti sepse kam zbulu, jo se kam zbulu tani, po e dija që imazhi që ne shohim në pasqyrë nuk është i njëjti imazh që njerëzit shohin kur na shikojnë ne, por kam zbulu që mund të krijojmë një pasqyrë të vërtet duke përdor dy pasqyra, edhe duke i vënë në një pozicion të tillë 90 gradë që reflektojnë njëna tjetrën, edhe krijohet në mes një pasqyrë e vërtet. Edhe te kjo pasqyrë e vërtet mund të shohësh tamam refleksin siç njerëzit të shohin ty. Edhe kështu që tani do punohemi të bëjmë këtë. Ama kur vi te IKEA, gjithçka do doja me ble, sepse kur i sheh pastaj kur i pozicionojnë kështu, ose shikoja te pasqyrën atje në fund trumullake, kur i sheh që i pozicionojnë kështu, ëndër. Po llampën e kam që del nga muri edhe më duhet diçka që ta mbështjelli që duket bukur. Po nuk ka. Nuk duket bukur. Po kushto ka 7 euro, ku jeni vabbè. Dai, compriamo.
Hajde merre pagun Cindy. 4 herë? No, ma cosa stai dicendo? E gjetëm tjetrin ma lirë edhe nuk po lodhna hiq, po marrë këtë 2,50 €. Edhe është 1, quanti sono dentro 1? Super, merri 2 Janic. Po. Mirë. E po mirë. Ma infatti, ma poi guarda, cioè... No, mi serve per forza questo. Fa niente, do marrim këto. Hajde. Prendo questi due. Ndim. 14,21,28, 30 euro pasciura. 30 euro. Raga, io voglio uno specchio così senza... Quanto costa? 20 euro. Troppo, raga, c'è ma stai No, no, shumë shtrenjt, non va bene. Hajde, ikim tani, basta. Na lodhët. Me macet. Po Cindy? Kush të në? Kush? Cindy tani do na qerasi me cola. Cola? No, No, perché così la paghi come si deve. Nëse do e paguje Nikola, do e paguje të manjo 1 euro të Ikea. Kemi ardhur në një qendër tregtare tjetër edhe do kthej një bluze nga Zara, e kam këtu. Por, pikë pari duhet më ndalu te Sephora, sepse po kërkoj një laps leje jeshil, edhe plus që duhet më hedh parfum. Cilin parfum do hedhim sot? Ky më pëlqen shumë. Paska pak. Edhe ky më pëlqen, My Way. Ky Libre është parfumi im i preferuar, edhe ai që më pëlqen shumë është ky. Libre Parfum Intense. Gjithsesi nga Sephora duhet me dal, për ndryshe më vjen me ble gjithçka. Po marrim ushqim falas. Fiks kur ne du me marr diçka falas, nuk funksionon. Ama Janica e mori. Ishte një makinet kështu për ushqime për macet, edhe nga që kanë dalë duket me produkte të reja, të lejnë me e marrë një falas për me e provu macet, edhe pasaj ti mund të lesh një review. Problemi është se fiks kur e kisha unë radhën, nuk funksionoj ma. Kush e di pse? Do bëjmë gjiro tani pas e do rikthehemi sepse nuk dorëzohemi. Blokojnë tjerë të Tash blokojnë dikush tjetër edhe pastaj e marrim ne. Sepse sinqerisht nuk iki pas se në të falas unë. Jemi rikthy gjithsesi me provu edhe një herë. Provoje Cindy. Po do ma japësh mu për nej, se unë i kam 4. E andato. Tani do marrim Nikola, akull dhe limon. Këto kanë bo shopping. Ajo, Jasjanica s'ka bo shopping. Vetëm Cindy ka bo shopping. Edhe mundësish po na qëra Cindy. 7,20 €. Opa. Eca ty. Ciao. Po ndahemi. Ditë e re, unboxing i ri. Edhe sot me flokët që sa i kam tha nga dushi, do testojmë këtë vajnë Lajra. Lajra është një vaj për flokët që e ka kriju një vajzë italiane bashkë me dashurin e saj shqiptar. Edhe ky vaj e ka emrin Rushe. Sa cute! Pastaj ta shohim pak këtë paketimin, është perfekt. Më thanë ti e blen, do me ja dhuru një shoqe, nuk e di, ndoshta ka ditëlindje në Okteja, ne do me i bën një dhuratë, është super cute sepse vjen direkt me këtë pakon. Normal që vjen direkt me këtë pakon, derisa të kenë si pakosh. Kështu që duhesh edhe me unëzitu pak, sepse me pushimet, me senet, me gjanët, me festat, edhe mund të përfundojnë herët. Tani ti e shet që i kam flokët si të fryme, se okej që i kam tha me kokë poshtë, sepse normal që të rinë me volum, por gjithsesi këtu gjatësia janë të fryme, edhe duhet me provu me i qetësu pak, kështu që do përdorim këtë vaj. Unë i kam flokët e holla, kështu që me të vërtet do përdor vetëm pak pika, se nuk du ta teproj, edhe nuk du që flokët e mia të duken sikur kanë yndyrë, pavarësisht se me qa po shoh, edhe plus që e kam pas provu si vaj, ky është një vaj shumë i lehtë për flokët, edhe nuk i lën me yndyrë. Ua, sa aromën e mirë e ka. Problemi që kam është se jam fanse e pjastrës, edhe kjo nuk është si u bën shumë mirë flokëve, ama më duket që ky vaj, shikojeni, e ka zbut flokun komplet mas dushit, edhe pavarësisht faktit që është vaj, nuk kam frikë me e përdor afër ranjës, sepse volumi nuk po e humbin flokët, siç mund ta shohësh edhe vetë. Flokët e mia këtu janë akoma me volum, edhe nuk i ka bë me yndyrë këtu te pjesa e ranjës, kështu që mund të rrihet qetë nga ai aspekt, por e pabesueshme
që thjesht me vaj, tani flokët e mia janë perfekt. Do me thënë ndjej komplet të buta, edhe jo të fryme, edhe mund dalë me flokët kështu, edhe pse nuk do të dalë tani, po mund të dalë, nëse do doja me dalë do dilja. E pa besueshme se sa i bukur është ky vaj. Edhe diçka e mirë që ka është se me të vërtet ngelet shumë pak në dorë kur e përhap mirë në flok, edhe kështu që unë mund ta pastroj kështu te durt, edhe ti ke me të durt e buta me vaj, e me aromë të mirë. Edhe jam në rregull me shku me gatu tani, sepse duhet me gatu darkën. Edhe kam qef t'i bëj gati mamit bamje, që i ka shumë qef, unë urrej. Po ndihem me të vërtet diva me këtë vajin, edhe plus që shikoje sa luks që duket. Imagjinoj me bën një dhuratë kaq cute. Sinqerisht i përgëzoj për kujdesjen. Unë pse futën kuti se unë duhet me e përdor prap. Paktën tani e vunën vend. Prandaj them që është shumë i bukur për dhuratë, se shikoje. Për një rrushë të ëmbël si ti, edhe ka përkthimin edhe italisht, ka gjitha instruksionet, sepse mund ta përdorësh me flokët e lagme, mund ta përdorësh me flokët e thata, mund ta përdorësh kur dush. Sinqerisht, wow. Atëherë, duke qenë se bamjet në Itali është shumë e vështirë me i gjetë, mami i ka gjetë, por janë kështu të ngrime. Problemi është se këtu ka bamje në shumë pak vende, ama kushton diku te 25 euro kilja, edhe unë s'jam e marrë. Ja. Por nga që këto janë të ngrime, po mendoja do i vej në fortere të shkrihen avash avash, se duen edhe skuq pak, edhe ndërkohë do pres qepën dhe domatet. Kështu do bëj. Edhe do i hedh këtu bamjet, skuqen pak. Shiko, bamjet. Unë i urrej bamjet, betohem. I urrej për atë konsistencën që kanë kështu të butë me ato si qyre. Po mami ka qef. Kështu që do ja bëjmë mamit. Edhe ndërkohë do presim këto dy qep. Nuk jam gati me derdh lot, por duhet jem. Pash një recetë në TikTok dhe atë po ndjeki, sepse besoj tash e dini që nuk është se jam ndaj kuzhinjere e madhe, por mundohem. Po më djegin syt që tani. E di që do doja të isha e aftë në kuzhinë. Jo që nuk jam e aftë, po do doja të isha ekspert e kështu si që janë sa njerëz që ju vjen receta vetë. Nuk kanë nevojë me ndjek tamam recetën fix, sepse me sy e kuptojnë se qa mungon, qa duhet me shtu, a ne i këtej. Nuk jam ashtu tipi, pse? Do doja shumë të isha, po nuk jam. Plus, cili është sekreti për mos me djeg syt kur pret qepën. Sepse sinqerisht jam e gatshme me bo gjithçka. E di qa duhet kisha kështu syze plazhi, syze deti, edhe me i përdor. Por për momentin nuk po djeg. Prit, si ka mundësi, ku është mashtrimi, sepse diçka po ndodh, përderisa nuk po më djegin. S'ka mundësi. Mos është kjo qep magjike që nuk djeg, do mundohem të pres sa më shpejt, sepse ndoshta nuk djeg, edhe ta shfrytëzoj faktin që nuk po më djeg. Si bëhet me gatu diçka që ty nuk të pëlqen, që unë as nuk mund ta provoj për me e vërtetu nëse ka dal mirë, sepse duke qenë se s'm pëlqen, nuk e kam kurajon të betohem ta provoj. Aq shumë ma shpifin bamjet si konsistencë, sa që kur ishim në Shqipëri, gjyshja e Sinit i bëni bamjet, edhe në momentin kur e pash Sinin duke i hangër, nuk po e teproj që u detyrova me shku në banjo, sepse me erdhi si të vjellta, aq shumë i kam inat. Edhe nuk më ndodh zakonisht me ushqimet, nuk kam naze. Ama bamjet. Tortur. Tani që bamjet janë skuq, do skuqim qepën. E pa besueshme, po s'm kanë djeg as pak syt. Problemi është se nuk kam shumë domate, e kështu që do e bashkoj me salcë domatesh. Besoj që është skuq mjaftueshëm. E kam qëru domaten pa merak. Po ndoshta nuk e kam prej mjaftueshëm im. Imagjinoj mos dalje mirë dhe i kam harxhu bamjet fort. Edhe normal që kripën do ja shtojmë prap pastaj. Mami nuk ka qef gjellat shumë të trasha, që nuk do e bëj shumë të trash. Nuk e di, do e shoh me sy, pavarësisht se unë me sy nuk kuptoj. Tani duhet i shtoj ujë, pse fika unë. Edhe tani duhet me lënë kështu të zien. Por do ja lej flakën mesatare. Po harroja kripën, sa krip me i hedh prap. Ku di unë. Po shkoj me sy, kështu. Pastaj mund ta provoj salsën nëse ka nevojë për pak krip më tepër. Më mirë t'i hedh pak edhe t'i shtoj, se ta teproj edhe pastaj
del shumë e kripur. Se mami nuk ka qef as shumë kripën. Po salsa e domateve është e amër, duhet me ishtu krip. Nejse, shpresojmë për mirë. Ta lejmë kështu tani me kabak. I ka marrë te IKEA pasqyrat, do mundohemi me kriju pasqyrën e vërtet. Pasqyra e vërtet supozohet krijohet kur ti bashkon dy pasqyra kështu. Edhe pastaj ajo që del në mes supozohet të jetë refleksi, jo. Supozohet të jetë pasqyrimi i vërtet, i joti. Nëse ky është pasqyrimi që njerëzit shohin te unë, nuk bën. Nuk duhet ta kisha bë këtë provë. Nuk duhet ta kisha bë sepse tani nuk jam në rregull tani. Unë do dalma për shtëpi. U pa puna. Isha tu e regjistru sot resetën e bamjeve. Po mami hala si pas ka provu. A i ke provu? Si. Ha, si ka ndalë? Sepse unë, nga që si kam qef, s'kam si me dalu. Kryp fix. Davvero? Po. Se ate kisha marrë, do me thane, provova pak salsën, pero thash, mirë më duket, po se di. Jo, fixa. Normalmente, kjo e hanë krypën kështu me më proprio... Ate, thash se ti se ke qef, e unë e te proj. Po tani, do me thënë, aprovohen. Shumë të mira. Se s'kam as bateri në kamer, gjithsesi kam ardhur fiks në shtëpi në orarin që fillon Jerry Scotti, programi që kam qef. Edhe do ha hurmën, ndërkohë që mami do ha e bamjet, që i kam bë me shumë dashuri, edhe kanë dalë shumë të mira. Thank you që e ndoqe videon pak tromujshme. Mos harro shko shohësh intervistën, më ndiq në rrjetet e tjera sociale. Paqe!